në qa është ndodhur për Jugoslavinë, për Ruandën dhe tribunalet e tjera, ndoshta mund të shihen si përjashtim nga rregulli. Dhe në këtë këndvështrim, Tribunali i Hagës do të gjykohet si sukses i konsiderueshëm në përgjithësi. Gjykimet ishin shumë të ngadalshme për shkak të sistemit të përzier që përdorej britanik dhe amerikan, për shkak se gjyqtarët ishin të rinj, por shumica e gjykimeve kanë sjell përfundime që janë pranuar nga shumë njerëzit. Dhe edhe pse nuk është puna e një tribunali që të vendos drejt historinë, ato do të ndihmojnë për të vënë historinë. Pra, duhet që të kuptojmë se nuk do të ketë më drejtësi ndërkombëtare të këtij lloji, prandaj është e rëndësishme se a ishte përjashtime, cilat ishin ato, në çdo rënd të përjashtimet që unë e di, përjashtimet ishin që nëse gjërat shkojnë gabim, që ishin nga ndikimi i jashtëm politik apo nga vendimet e marra të këqija të brendshme. Pra, nëse shihni nga ndikimi i jashtëm i keq në rastin e Bosnjës, më ndaluan forcat e ndikimi i jashtëm që të hetoja rastet më të mira për të dëshmive për kundër Miloševićit. Dhe ato nuk janë hetuar ende deri në fund, edhe pse kemi bërë progres. Srebrenikimi, Haradinaj, më lejoni që të them, s'kam pasur asnjë këndvështrim sa i përket nëse pohimet kundër Haradinajt ishin të drejta apo të padrejta, vetëm e di se Zonja Del Ponte e donte sa ishte në mandat që ai të akuzohej dhe duhet ashtron ta pyetni atë pse. Dy ekipe gjyqësore, dy ekipe ligjore thonin që nuk ishte dëshmi të mjaftueshme dhe refuzuan që të shkruanin akt akuzën. Ajo